Kandidati i Partisë Socialiste i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës zhvilloi pasditën e së martës një takim me një grup banorësh të rajonit nr. 5 në qytetin e Vlorës. Kryetari Dredha, si ish banor i Lagjës Lirim, falenderoi pjesëmarrësit për mbështetjen ndaj kandidaturës së Klevis Kasos, të cilën e cilësoi si modelin e djalit qytetar, djalit të punës dhe bashkëpunëtor të ngushtë në projektin sportiv që solli vëmendjen e 54 patentave sportive në Vlorë, për rëndësinë dhe peshën që ai kishte. Kryetari foli gjithashtu për ndryshimet e bëra në këto lagje duke theksuar se vëmendja nuk ka munguar. Sipas tij, lagja Lirim është transformuar nga një zonë informale në një lagje të ndriçuar, të shtruar dhe të përfshirë në projektet imobiliare duke rritur vlerën e pronës. Nuk para dalë të mbështes kandidat, unë mbështes nga pak gjithë sepse nuk lejohet që të taj për një kandidat të vetëm, por moralisht, kur e them, është ndër që unë shikoj që Klevisi e mori përsipër të garoj, edhe jo vetëm të garoj, por dali fitues, edhe mbajeni mend do jetë një nga zërat më të fuqishëm aty në parlament, edhe pse kemi pak emocione të janë. Jam i sigurt të të shikoj që përçon fitore në përmjet asaj që ai bën në përditshmërinë e vet. Shikoj jetën sociale, shikoj që takohet me gjitha pjesën e komunitetit, jo vetëm këtu, por në gjithë arteriet e qytetit, dhe jam i sigurt që nuk do ju zhgënjej. Kandidati Klevis Kaso në thirrjen e tij për mbështetje tha se së bashku me qeverisjen është bërë punë shumë, por se mund të bëhet edhe më shumë. Ai theksoi se lagja Lirim është një shembull i gjallë i vëmendjes që nuk ka munguar për këtë zonë. Unë kandidoj në lagjen ku kam lindur dhe jam rritur, dhe kjo më lidh shumë fort emocionalisht, që atë që kryetari tha që unë mbas votës tuaj duhet të jem 10 fish më i përgjegjshëm dhe më i përkushtuar që ato që detyra që parlamenti i kërkon karshi komunitetit i bëjmë me përgjegjësi shumë më të madhe. Punët e përbashkëta me bashkinë dhe me qeverinë në Vlorë duken janë shumë të mëdhaja dhe janë shumë të dukshme që nga Kusi Mezinit e deri në Orikum. Vlora është e gjitha e transformuar, siç të gjithë e dim, ka shumë akoma për të përmirësuar, por ne duhet të jemi konshient që nga 2013 e deri tani më Vlora është tërësisht e transformuar. Që edhe ky trotuar këtu ku neve kemi kaluar familjen tonë ka qenë në tjetër dimension dhe tani është në një tjetër nivel. Në përfundim të takimit të pranishmit shprehën mbështetjen e tyre për kandidatin Klevis Kaso, duke theksuar rëndësinë e vazhdimësisë së projekteve dhe zhvillimeve që kanë transformuar lagjet e Vlorës. Takime të tilla, tha kryetari Dredha, do të vijojnë në çdo rajon të qytetit, për të dëgjuar nga afër zërin e komunitetit dhe për të ndërtuar së bashku të ardhmen e Vlorës.